Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, qëmë salavat dhe selam e pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar, vazhdojmë me dersin e radhës, jemi duke folur rreth ngjarjes së Ka'b ibn Malikut dhe kemi fillu javën e kaluar me shpjegun ngjarjen që ndërlidhet me betejën e Tebukut dhe rezumeja e ngjarjes në përgjithësi ajo është se si nga kur ka bë thirrjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ju kanë përgjigj thirrjes kryesisht të gjithë sahabët përveç grupit të disa munafikëve, për arsye se ka pasur munafikë që e kanë shoqëruar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për cilën do të flasim në rrjedhën e betejës së Tebukut. Po shumica dërmuese e munafikëve kanë qëndruar dhe janë arsyetuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç kemi përmendur javën e kaluar. Ndërta ishin edhe 3 persona që në fakt nuk ishin prej munafikave, madje ishin prej njerëzve dallum. Ka'b ibn Maliku, ishte Hilal ibn Umayya edhe Murara ibn Rabi'a. E këta dy të fundit kanë qenë edhe pjesëmarrës në Bedër. Ka'b ibn Maliku, sikur që e dini që ka treguar që s'ka qenë pjesëmarrës në Bedër, mirë po është prej atyre personave që kanë prezantuar në Bej'atul Aqaba, që kanë qenë 17, një prej 17-ve ensarëve, që edhe kjo është një privilegje shumë e madhe. Sidoqoftë, kemi përmend që arsyetimet e munafikat më njëherë kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam janë arsyetuar tek ai, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka marrë atë arsyetim publikisht, ashtu siç e kanë thënë, edhe fshehtësinë apo ajo që është në zemrat e tyre e ka lënë ndërmjet tyre edhe Allahut të Madhërisëm. Një ashtu kur ka ardhur edhe Ka'b ibn Maliku ka tentuar ose ka menduar që edhe ai të gjejë ndonjë arsyetim, mirë po ka vendosur me qenë i sinqert, edhe ka treguar të vërtetën që nuk ka pas arsye legjitime pse ka mungu, edhe andaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë amma hadha faqad sadaq. Pra ky e ka thonë të vërtetën. Edhe atëherë arsyetimet e tyre kanë qenë jo të ligjshme apo të sakta, kurse ky e ka thonë të vërtetën dhe ka thonë ngrihu derisa cakton apo të zgjedh rreth teja se çfarë do të bëhet me ty. Edhe kështu 40 ditë kanë qenë të izoluar, ky edhe këta 2 persona tjerë që i përmenda pak më herët, edhe e kemi përmendur se si në ditën e 40 vjen ngushtohet ajo izolimi derisa u kërkohet prej tyre që edhe gratë me i lanë, mu largu prej grave, jo mi shkurorzu, po me edhe gratë e tyre, pra mi bojkotu edhe mos me pas raport edhe kontakt edhe fizik, po edhe kontakt bisedën në këto gjana fare. Edhe e kemi përmendur se si gruaja e Morarës, gruaja e Hilalit, në fakt se Hilali ka qenë shumë i vjetër, ka shkuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka kërkuar leje që bile mia pa hizmetin. Edhe çka ka ndodhur, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë bënja hizmetin për shkak se ka qenë mosh kush mi bë ushqim e kështu, po ka thonë nuk ka drejt me tu afru. Edhe çka ka thonë ajo gruaja e tij, ka thonë o i dërguar i Zotit, ai peq atij momenti që ka ndodhur kjo ngjarje jo që mu ka afru, po është në mbështet në një muri, në një qosht të shtëpisë të dhomës, edhe mos ka lëviz prej atij vendi, prej mërzisë edhe prej rrethanës në cilën ishte. Kurse Ka'b ibn Maliku, i cili ka qenë më i ri, automatikisht e ka qenë në vend këtë kërkesë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e ka qenë gruan e tij në shtëpinë e babës, pra nuk e ka nda, edhe ka qëndru edhe kështu 10 ditë tjera, pra 40 ditë plus 10 ditë tjera, ka qëndru i izolum veç vetë, edhe po tregon Ka'b ibn Maliku, thot në ditën e 50, dhe këtu kemi mbet me sa e diun, apo në ditën e 50 kam qenë duke fal namazin e sabahut. Nuk ka dalë në xhami, zakonisht ky ka dalë në xhami e opërzi me muslimanët, edhe pse ata kanë bojkotuar, ky ka qëndru. Po në
kohën e fundit, pra ka qëndru në shtëpinë e tij edhe ky o lodh, edhe ka qëndru edhe ka fal namazin e keni parasysh ato shtëpit i kanë pas në kulma, se nuk kanë qenë do thot mbulume, aty nalt ka qenë duke u fal. Thot edhe kur e kam kry namazin e sabahut, ka qenë duke bë dhikr, thot e kam dëgjuar një lajm prej kodrës, duke ma thirr emrin. Pra Kabi Maliku po e tregon këtë hadith djalit vet pikallzon, apo? Edhe hadithi transmetohet tek Buhariu edhe Muslimi. Pra hadithi është i gjatë edhe ai vetë rrëfen ngjarjen çfarë ka ndodhur. Ne kryesisht për kësaj ngjarje kemi marr. Thot duke qëndru, thot e kam dëgjuar një za që ka ardhur një, me thon kushtimisht një britm, o Kabi ibn Malik Abshir, që do të thon gëzohu ose mysh dhe që shtim na në gjuhën e popullit, faqad ghafara Allahu lek, Allahu ta ka fal ty. Në atë moment që i ka dëgju Kabi ibn Malik këtë lajm, çka ka bërë më së pari? Ka rënë sejdë, që është domosdoshmë sejdë e falënderimit. Edhe ka bërë sejdën e falënderimit derisa u ngrit edhe ka dal poshtë, ka ardhur me kali dikush tjetër, edhe ja ka pru lajmin direkt edhe i ka thonë o Kabi ibn Malik, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mas namazit sabahut i ka lajmëru që këtyre treve Allahu i Madhërisht ja u ka fal gjunohin edhe i ka pastru për veprën të cilën e ka bërë. Ky çka tham nga gëzimi e ka pas të veshun një rrobe, e ka hjek edhe ato ja ka dhënë. Pra rrobën e nalt, zakonisht dy rrobe, sikur i hramat që qenë kryesisht ashtu ka qenë veshja, ato të naltën ja ka dhënë hedije për arsye se s'kishte në shtëpi më kurrë. S'kishte në shtëpi më kurrë, edhe pse e dini në fillim që e ka përmend që kur punë ma mirë si kum pas për me bë udhëtimin, apo që domosdoshmë ka pas dy deve, ka pas mjaftueshëm ushqim me lamë për familje, pra kushtet mirë i ka pas. Mirë po kur ka ardhur kjo situata e ditës 50, s'ka pas më kurrë. Pse? E thuhet që ka dhënë sadaka. Domthonë keq që ka pas i ka dhënë sadaka për me pastru veten prej gjunohit. E keni parasysh edhe ka dhënë sadaka. Krejt, do thotë çka ka dhënë edhe si ka met në shtëpi, përveç aty në gjona elementare dhe tesha që i ka pas në veti. Për ata e ka dhënë çato që ka pas. Tjetërsen s'ka pas në shtëpi, ata ja ka dhënë atij edhe është nis, thuhet që ja ka marrë dikujt huazim në tesh, edhe ka qit mi veti, edhe ka shku tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami. Edhe kur ka hy, po tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, harrova me përmend, është interesant këtu, në transmetim, Kabi ibn Maliku thot, kur jam kon ulun, masi që kum fal namazin e sabatit, thot, kur jam ul, thot, jam kon gjendjen, qashtu që ka përshkru Allahu. E keni parasysh, ai pja kallzon djalit vet, edhe po thot, jam kon ulun të bë dhikr, mas namazit, edhe jam kon gjendjen, qysh Allahu e ka përshkru. Për arsye se Zoti i Madhërisht kur e ka zbrit ajetin wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alehimul ardu bima rahubat. Përkthimi edhe atyre treve që janë lënë pas, domthonjë që janë vënë në pendimin që e kanë kërkuar pe Allahut Madhërisht, derisa ju është ngushtu aty në dunjaja, edhe pse ajo është e gjanë. Ai ki po thotë më kanë që gjendja çysh na ka përshkruar Allahu i Madhërisht. Domthonjë çash e kanë një veten shumë keq, të ngushtum, të izolum, sa që ju ka ngushtu krejt dynjaja, edhe pse dynjaja është e gjanë, ju ka duk domon që nuk pezen, qash ngusht. E kështu e ka përshkru Allah i Madhërisht, edhe është interesant, që ju ka referu, Zoti e ka ditë zemra që a kene, që e nga konë gjenë, edhe që ashtu ne ka përshkru. Është shumë interesante kjo, po ajo që ka mu në vetën ta me më bon me meditu rreth këtij ajeti, është në surën At-Tauba, ajeti 118, vërtet është një privilegje kur Allah i Madhërisht të përmend, a i ki parasysh, ta përmend gjendjen tonë, edhe pse ka pas atë vujtje, vështërsie, gabim, në fakt, po vërtet është një privilegje që Allah i Madhërisht me të përmend edhe gjendjen tonë, e ka dash Zoti i Madhërisht në më mi gradu këta tre, edhe ja u ka përmend gjendjen në atë formë, edhe i ka lavdru në këtë rrethana dhe në këtë situatë. Vërtet pakt kanë qenë ata njerëz që Allah i Madhërisht
i ka përmend këtë formë, ose i ka, i ka pastru në formë direkte Zoti i Madhërisht, i cili është i gjithdijshëm dhe din çka ka në zemrat e njerëzve. E këtu e kuptojmë se çfarë niveli të pendimit edhe të nënshtrimit e kanë pas këta tre ndaj Allahut të Madhërisht. Edhe për këtë pra e kanë fituar këtë privilegje. E njëjta ka ndodhur edhe me Aishën radiallahu ta'ala anha, e cila e ka pastru Zoti i Madhërisht me ajet kuranor. Pra direkt në formë të prerë. Sidoqoftë, thot me njëherë shkova te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kur kum hy, po tregon, kur kum hy, thot e kum pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i shëndrit fytyra prej gëzimit. Ka ardhur bilen transmetim sikur hana natën e 15, ai ki para sikur Bedr, i thonë Bedr është domo hana në kur është të thot në atë kur është e plot. Pra edhe zakonisht kur e kanë përshkruar gëzimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në shumë transmetime, kështu e përshkruan. Domthonë ju ka shëndrit fytyra sikur hana e plot kur është. Domthonë çat formë. Edhe kështu e ka përshkruar edhe Ka'b ibn Maliku pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej gëzimit. Pra edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam o gëzu nga ky pastrim. Pra që faktikisht edhe ai bojkot, edhe ai qasje nuk ka qenë urrëtie, nuk ka qenë një qasje e qysh nashti na nga njëherë në disa situata e manifestojmë dhe i dikush që ndoshta e ka bën ndonjë gjuna, po ka qenë një test edhe për musliman tjerë me çun vend urdhrin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam respektivisht të Zotit të Madhërisht që mi bojkotu, po gjithashtu edhe për krahas do thotë këtyne treve që kanë qenë në sprov. Pra edhe muslimanët kanë qenë në sprov për arsye se mos me thyqet urdhrin e bojkotit. E keni para. Kur ka ardhur kjo, atëherë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u gëzu, edhe thot e takova pejgamberin sallallahu alajhi wasallam shumë i gëzum. Edhe më përshëndeti thot kur hyra më përgëzu njerëzit, edhe prej njerëzve që ka ardhur edhe ka përgëzu ka qenë edhe Talha ibn Ubaidillah. Ka qenë prej muhaxhirëve. Edhe thot prej muhaxhirëve ai ishte i vetmi që është ngrit në kam edhe më ka ardhur te dera, domthonë më ka prit edhe më ka dhënë dorën edhe më ka faktikisht më ka uru për këtë falje edhe për këtë ngjarje që ka ndodhur. Edhe thot Ka'b ibn Maliku thot kur njet nuk ja kum harru Talha ibn Ubaidillahit, domthonë këtë respekt që më ka bë. Edhe ata muhaxhir tjerë, se ky ka qenë ensare, keni parasysh. Edhe muhaxhir tjerë janë gëzu, nuk është që ata janë gëzu e kanë, po në veprimin që e ka bë, që ajo që kam edhe ka dalë te dera, e ka prit, e ka përshëndet edhe ka përgëzu, i ka në zemër që më pas një respekt më të jashtëzakonshëm. Ndaj tij, domthonë gjatë tërë jetës edhe më përmend se këto po përmend kryesisht 40 vite mas ngjarjes. Domthonë ky transmetim është i kallëzu djalit vet 40 vjet mas ngjarjes. Nuk është i kallëzu dje ka ndodhur, po mas 40 viteve që ka ndodhur. Domthonë nuk e ka harru edhe mas 40 viteve këtë gjest. E keni parasysh, nganjëherë do gjeste shumë të vogla, po kur është në situata të qellume mbetet edhe respektohet edhe nuk harrohet kurrë. E këta e përmend Ka'bi, thot e ka bë këtë veprim edhe e përmend edhe si respekt që ja ka bë Talhaja prej ensarve, prej muhaxhirëve do më i veçantë. Edhe thot kur e takova pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe fytyra i ndriçonte nga gëzimi, edhe më tha o Ka'b, gëzohu për ditën më të mirë që e ke jetuar prej ditëlindjes tane. Domthonë dita më e mirë që mundet me kam për ty është dita e sotit. Pej kur ke lind. Dikush mund të më thonë dita e pranimit të Islamit nuk ka dyshim, edhe ajo është e veçantë edhe shpëtim, po kjo është një specifik që nënkuptohet që Allahu i Madhërisht më ka pastru direkt me personalisht, a i ki parasysh që faktikisht qartë është kuptu që në zemrën e tij nuk ka kurfar hile, nuk ka kurfar, po është sinqeritet nivelit më të lartë. A e keni parasysh? Prandaj edhe ky përgëzim është i kësaj natyre, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përgëzu. Po thot Ka'bi i thash Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Zotit, a është kjo nga ti apo nga Allahu? Çka është për qëllim, a është nga ti apo nga Allahu? Falja. Për arsye se e këtu është e rëndësishme me pas parasysh që vërtet
sahabët e kanë pas parasysh dallimin mes fjalës së Zotit Madhërisht edhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithëse burimi është i njëjtë, mirë po ka pas raste kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën ndonjë veprim jo detyrimisht me kanë peshpallje, po ka mund me qenë edhe peshpallje. Mirë po ka dashur me ditë Kabe, a ka ardhur kjo falje e Zotit si frymëzim për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe është mjaftuar me kaq, apo ka zbritje prej Zotit a shiqare ajet që e vërteton këtë. Prandaj edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nga Allahu. Që me një fjalë ka ajet që ka zbrit për pastrimin e juaj, që është ajeti 118 pra i surës At-Tauba. Atëherë thot u gëzova shumë edhe çka i ka thonë mas pari pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë o i dërguar i Zotit, shumë jam falënderues ndaj Allahut të Madhërisht për këta që më kanë ndodhur, edhe e kam vendos me dhon këtë pasurinë që kam. Është fjala pasuri e patundshme, për arsye ka pas kosh, ka pas shtëpi e sende, ka thonë këtë ku me dhon për hir Zotit. Prej gëzimit për këtë falje ka thonë për mua s'ka gëzim më të madh, kështu që jam gjendje këtë çka kam prej pasurisë ku me dhon për hir Zotit. Pra sadaka. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e këshillon, thotë jo, ka thonë, mos e jap krejt, po le diçka për vete edhe për familjen tonë. Kështu e ka këshilluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Atëherë Talha Ka'bi thot o i dërguar i Zotit, mirë pra, tash po e la atë hise që më ka rënë në Khajber. A keni parasysh në betejën e Khajberit, ensart kanë marrë hise. Edhe ka marrë këy një sasi domon të presë luftës, edhe ata e ka pas ka qenë pjesa e tij që ka thonë ata po e la për familje, këto sene tjera krejt po i dha për hir Zotit. Edhe i ka dhënë, nuk ka mbet, vetëm e ka lënë atë hise. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka aprovu këtë formë. Edhe e shohim këtu se si Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e këshillon me lënë diçka. A nënën tjetër javën e kaluar apo para 2 javë kur kemi fol, e kemi përmend se si kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur kush? Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, edhe çka ka thonë, që kjo pasuria që pedha për me përgatit ushtrinë e Tebukut, edhe që i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka ke lënë për familje, ka thonë Allahun dhe të dërguarin e tij. Mirë po nuk i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ebu Bekrit le diçka për familje. Pse? Edhe këtë debat edhe këtë diskutim ose koment e bëjnë ulemat në përgjithësi, bëjnë këtë krahasim, e shohim edhe Omeri radhiyallahu ta'ala kur e ka lënë gjysën e ka lënë për familja, po. Amo Ebu Bekri e ka dhënë krejt, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka çortu, as nuk e ka rekomanduar mi thonë le diçka për familje, po ja ka pranuar. Pse? Për arsye se nuk janë krejt si nuk është dikush si Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala në nivelin e tij të imanit edhe të mbështetjes. Prap edhe këtu ka grada, shkallë, domethënë nuk është dikush si Ebu Bekri, as Omeri radhiyallahu ta'ala nuk ka qenë si ai. Prandaj edhe kjo ka qenë e aprovuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkak se e ka ditë çfarë nivelit imanit edhe tevekulit edhe të mbështetjes ka Ebu Bekri, prandaj edhe ja ka aprovuar këtë veprim. Kurse Kabe ibn Malikut i ka thonë ma mirë le për veti për arsye se kjo mjalon familjes, ndoshta nuk bojnë sabër, ndoshta mujnë me e qortun të ardhmen e kështu me radhë, edhe e ka rekomandu me lanë një sasi. Prandaj e bëjnë këtë krahasim edhe nuk ka dyshim, e kemi përmend disa herë që kur flasim për parësit edhe vlerat e Ebu Bekrit, kjo është një prej gjërave që e qetë në pas që nuk ka qenë bi nivelin e krejtve. Nuk ka qenë i krahasueshëm, siç ka thonë Omeri radhiyallahu ta'ala, pe asoj ditë mu as që mundu me shty mu me ta. Deri në çat ditë gjithë kum menu që ku më jam rri ose ku më bë diçka që ndoshta në ndonjë rast ku më kon para ti. Po kur e ka pa që edhe aty ka dështu, nuk është mundu për arsye se e ka ditë që ai është tjetër nivel. Nuk është domosdoshmë nivelin e sahabeve tjerë. Edhe kështu, prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka lavdëruar edhe në fund të jetës tij, ashtu siç do ta përmendim në ngjarjet, pra vrehet që Ebu Bekri vërtet ka qenë në një nivel tjetër në krahasim me sahabët në përgjithësi. Pastaj thot mirë thot, pra vendos me dhon
pasurinë edhe me lanë qatë pjesën e Khajberit që i ka taku këti, për arsye se pjesa e Hunenit nuk e ka marrë, apo? Pse se ka marrë? Për arsye se ensarët s'kanë marrë prej Hunenit. Domthonë ta keni parasysh me i ditë rrethanat në Hunenin e kanë marrë kryesisht muhaxhirët edhe çlirimtarët, domthonë ata muslimanët e rinj që janë fut në çlirimin e Mekës, apo? Në Khajber kanë marrë ensarët një sasi të jashtëzakonshme të cilën e kemi përmend, edhe atë hise e ka lënë për vete. Edhe pas kësaj ka thonë, oj dërgumi i Zotit, gjithashtu po zotohem, domthonë, që prej sodit kur në jetën time s'ku me thonë diçka gënjeshtër. Gjithmonë ku me qenë i sinqert. Për arsye se faktikisht e ka shiju edhe e ka, qysh me thonë, e ka kërku ëmbëlsinë e qenurit njëri i sinqert. Për arsye se e keni parasysh atë situatën që ka pas, ndoshta ka pas ndonjë rrethon që me thonë pse e kum bë këtë veprim, pse nuk ju arsyetova pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ndonjë arsye edhe me të i kalu këto. Pra i ka pas edhe ai do dyshime, mirë, po kur ka ardhur kjo situata e gëzimit edhe e përmendjes Allahut të Madhërisht në Kur'an, ka thonë prej këtij momenti më kur në jetën time s'ku më gënjy. Domthonë gjithmonë ku më koni i sinqert edhe në çdo rrethon, çdo situatë. Edhe thuhet në transmetim këtu te Buhariu i thot djalit vet, thot ky zotim shumë nuk e di, thot, që ka pas ndonjë njeri që është sprovu me këtë sprovë më shumë se unë në jetën time. Domthonë, mas kësaj kohe, tham që ka jetu 40 vjet. E ki parasysh. Thot, kum pas situata që për rrethanat, situatat, njerëzit do thot ballafaqohen, po thot, jam zotu edhe jam mundu me çun vend në çdo rrethan, nuk e kum thy këtë ase edhe shpresoj tek Allahu i Madhërisht që deri sa të kam ymër ku me qëndrum kët. Edhe mas kësaj thuhet që ka vdek një vit ose një vit e gjys ose 2 vite mas përcjelljes së kësaj ngjarje. Po kështu përmendet për jetën e tij që vërtet është mundu edhe ka qenë prej atyre që e kanë çuar vend kët premtim edhe zotim që ja ka bë vetes vet që kur më në asnjë situatë, as të mirë, as të keqe, as shaka, as kur gjë, mos me thonë vetëm se të vërtetën. Kështu ka qenë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e keni parasysh që edhe në çdo situatë i dërguari i Zotit kur nuk ka gënjy, kur nuk ka thonë fjalë të padrejtë. Madje edhe në shaka ka pas, domthonë ka fol drejt, nuk ka gënjy. Në rast e kem përmendur ndoshta më herët, ka ardhur një plak te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë oj dërguari i Zotit, lutte Allahun me mba pe xhenetlive. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e këshyr thot po plakat si në xhenet. Edhe kur i ka thonë kështu, ajo nga mërzia ka fillu me bërtit me thonë qysh, unë pe xhenemlive se atë ka thonë nuk hyn xhenet për arsye se krejt njerëzit do të arrin moshën, domthonë nuk do të jenë pleq, do të jenë moshë 3 kur do të futen në xhenet. Në disa transmetime ka ardhur 33 vite. A e keni parasysh? Edhe pastaj kur e ka kuptuar kjo plaka, tani u gëzu. Ama në fillim e ka marrë si musibet qysh plaka s'po hika në xhenet, e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka thonë këtë fjalë, ka dashur me bë shaka me thonë kushtimisht, po nuk e ka thonë të pavërtetën, e ka thonë të vërtetën dhe edhe kështu ka bë shaka në disa situata, në disa rrethana, por kur nuk kanë nxjerr nga goja e tij vetëm se fjalën e saktë. Edhe tham që Allahu i Madhërisht e zbriti ajetin në surën At-Tauba, pra ajeti edhe përpara ajetin 117, ku i lavdron ata njerëz që kanë marrë pjesë në betejën e Tebukut, që Allahu i Madhërisht ja ka fal gjunat, edhe pas pra në ajetin 118 Allahu i Madhërisht thotë wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ardu bima rahubat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an alla malja'a min Allah illa ilayh thumma taba alayhim liyatubu inna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Pra ky ajet ashiqare tregon që Allahu i Madhërisht edhe atyre treve të cilët khulifu që kanë mbet mrapa, edhe ndaj atyre treve të cilët kanë mbet mrapa, disa përkthyes ose komentator kur flasin që kanë mbet mrapa, thonë që është për qëllim kanë mbet mrapa, s'kanë marrë pjesë në betejë, mrapa muslimanëve, pra nuk kanë shku me ta. A e keni parasysh? Mirë po,
qëllimi i ajetit nuk është kanë met mrapa fizikisht, por fjala kanë met mrapa, pra i është vënu pranimi i pendimit ndaj tyre. A e keni parasysh? Pra janë vënu, ky është për qëllim, edhe ky është komenti i saktë i ajetit, thot aq sa ju dukej se toka u bën ngusht për ta, përkundër gjerësisë së saj, kur u ngushtuan edhe shpirtrat e tyre, saqë u bindën se nuk ka strehim prej Allahut, vetëm se tek ai, do më kthy tek ai, që s'kan ka mja mbajt, vetëm se tek Allahu i Madhreshëm, atëra Allahu i Madhreshëm i fali ata në mirë që ata të pendohen, Allahu pranon pendimin se është mëshirues i madh. Edhe kështu Zoti i Madhreshëm i fali, edhe kjo është do thotë kryesisht pra ngjarja e Kabe Malikut, tham që përmendet edhe tek Buhariu, edhe tek Muslimi, është hadithi sakt, pra e përmendin edhe koleksionues tjerë, edhe përcjellësit e sirës e përmendin kryesisht ngjarjen në përgjithësi. Është interesant, Imam Buhariu e përmend në kapitullin, pra këtë hadith e përmend në kapitullin e betejës së Tebukut. A e keni parasysh? Këtu e përmend. Kurse Imam Muslimi e përmend në një kapitull tjetër. Në cilën kapitull? Në kapitullin e pendimit. Pra, për arsye se ka të bëjë edhe me pendimin. Prandaj, kjo është do thotë vendin në cilin e përmend. Megjithatë edhe Buhariu shumë hadithe i përsërit për shkak të përmbajtjes edhe temës në përgjithësi. Mirë, po këtë hadith e përmend në kapitullin e Tebukut në përgjithësi. Janë edhe disa mësime, disa dobi tash që mundem mi nxjerr nga kjo ngjarje në përgjithësi. Ka ulema që i përmendin, Imam Neveviu në Sahih Muslim, kur e bën koment, i përmendi disa dobi 1, 2, 3, ka pe ulemave i përmendin deri në 50 dobi nga këtë kjo ngjarje. Ne do t'i përmendim disa që na hyn punë edhe janë nevojshme për neve me i pas parasysh. E para ka të bëjë me zakonisht e keni parasysh në parim muslimani nuk është mirë me i përmend gjunahet e tij. Apo edhe çështu na mësojnë hoxhallarët në përgjithësi që njeri nuk duhet me i përmend gjunahet e tij e as më pak me u krenu me to. Edhe e kemi përmend disa herë, besimtari nëse ka bërë gjuna do të më mlu atë, me kërku falje, me kërku keqardhje edhe mundal atë. Mirë, po në disa rrethana, në disa situata bën me përmend kur është synimi i mësimit tjerëve edhe marrjes së ibretit, i thojnë arabisht, domthonë mësimit tjerëve më kallëzu që ky gabim është bërë prej meje, prandaj mos e bëni edhe ju. Prandaj në këto situata, në këto rrethana bën dikush prej të pendurve me përmend jo në kontekstin e krenimit, as në kontekstin e me tregu çka ka bë ose më mësu tjerë, po për me tregu të tjerët që mu largu prej kësaj. Për shembull, një narkoman me thonë, ose një kush që ka bën ndonjë vepër të keqe, edhe është i mësu fëmijët e vet ose dikun është tu e mësu, edhe me thonë qëre, unë e marr me punë të këqija, mundet me përmend diçka, nëse është synim të mësimit edhe të largimit tjerëve nga kjo. Sikur që e ka përmend Kabe Maliku në ngjarjen e vet edhe ka tregu këto, e marrin si këtë kontekst. E keni parasysh, fëmijës tane mundesh mi kallëzu, po jo, pra nëse është aspektin pozitiv edhe ka dobi, jo në kundërtën për mu krenu edhe me kallëzu që çfarë banditi jem ka nëne, çka kom bëne, zakonisht ka edhe kësi qasje që e bojnë disa, kjo nuk është e lejume. Mu krenu me gjunahin jo, po me tregu gjunahin e keq që i ke bë, me tregu keqardhjen, edhe me tregu pendimin, edhe ndoshta edhe veprat edhe mundimin që e ke bë për me ta fal Allahu i Madhreshëm edhe shpresimin që Allahu i Madhreshëm ta ka fal. Në këtë kontekst lejohet. Kjo është e para. E dyta, gjithashtu në këtë kontekst edhe tek përmendja e veprave të mira e kem parasysh që në parim besimtari nuk bën mu livdhu. Apo me vepra të mira dhe me thonë që unë e kum bë këto, e kum bë ato, apo mu livdu për arsye se humb vepra. Madje edhe është frika që nëse janis këto, hyn në rrethon si e fasia edhe veprat hupin. Për shkak se
qysh është ai rasti që ai ke bë punën për hir të Zotit, ai ke bë punën për mu lavdëru para të tjerëve. Prandaj parimisht është e ndaluar. Mirë pa në disa situata, nëse është prap qëllimi i mësimit, edhe mostrës, edhe edukimit dikujna, edhe nuk e ki për synim mu krenuti se kush unë çka kum bë, çka kum arrit, atëherë edhe në këtë rast lejohet me kallëzu. Për shembull, djalit ton ose nxënësav ose dikujt do të më mësu mi kallëzu që vërtet sakrifica ose puna, vepra mundesh me kallëzu në situata specifike, edhe kjo hyn edhe në kuptimin amma bi ni'mati rabbika fahaddith, në begatit e Zotit, bën me fol, po jo në kontekstin e krenimit që unë kush jam, unë çka kom rri, unë jam mi juve, me kallëzu atë superioritetin ndaj të tjerëve, këtu është e ndaluar. Po nëse është për qëllim shpjegimit, që ka përmend Kabi Maliku, thotë ku marr pjesë në të gjitha betejat së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Apo, pra kjo është një farë lavdërimi i vetes, po nuk është synimi, nuk është të e lavdërua i vetën me thonë që une qa kum bo, po do me kallëzu që kjo është domosdoshmë situata kur kum dështu. Në sende tjera jam mundu me konë perfekt, po këtu kum dështu edhe për në qitë kontekst e ka përmend këtë ngjarje, apo? E tash në qitë situatë lejohet besimtari me përmend me synim të mësimit edhe dhanjes edukatë të tjerëve në përgjithësi. Është interesant këtu qysh e ka përjashtu Bedrin, për arsye se ka mujt nga korrektësia e tij, ka mujt me thonë ku marr pjesë në gjitha betejat me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe mos me përmend Bedrin nuk është diçka e madhe. Ai ki parasysh se mundet mu generalizu senet edhe pse nëse është 100% nuk është çashtu, apo kupton. Po e ka përjashtu për me qenë korrekt. Ka thonë përveç Bedrit, si jam kanë përveç Bedrit, për arsye se nuk ka qenë kërkesë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me marr pjesë, prandaj edhe s'ka kanë beteja. Jo se nis për betejë, po janë dalë për me azon pritën karavanit të Kurejshitëve. Pra, që ky përjashtim tregon korrektësinë e tij që s'don m'ia atribu vetes tane, nganjëherë na kem qefa kur të kallëzojmë ose asë na shtim s'është bash ashtu, po e përgjithësojmë. Po korrekt që ka dashur me kallëzu, djalit vet pi kallëzon, edhe pi kallëzon mas një moshe tregohet edhe për shumë ulema ose për një numër të ulemave kur janë kon shtratin e vdekjes edhe janë mërzit, ndoshta për hjeka që pi bojnë për smundjen sene, ka pas dietar ulema kur i kanë thonë djalit e zakonisht çikave tyne që mos u bëni marak për mua se unë kum bë çikaç namaz, kum bë çikaç namaz, kum bë vepra të mira, kum bë agjerim e kështu me radhë në përgjithësi, lejohet pra me përmend edhe në këtë kontekst edhe ulemat për shkak që mos mi bë marak fëmijët që mi u dhim për arsye se thotë dhe jo mundu edhe kum dhënë mundin tam që me arrit kënaqësinë e Zotit të Madhërisëm në përgjithësi. Prej urtësive tjera është edhe përmendja e Aqabes, që thot s'ku marr pjesë në Bedër, po Aqabe, që vërtet edhe ata persona që kanë marr pjesë në Aqabe e kanë një vlerë. E kanë një vlerë të veçantë, kanë qenë 17 prej tyre, edhe vlera veçantë kuptohet edhe në kontekstin kur ky thot nuk e kisha ndruar me Bedrin. Apo kupton, për arsye se vërtet e ka pasur rolin e rëndësishëm në histori islame, për arsye se ka qenë ai zotimi që kanë bërë ansart pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kina me të ndihmu deri në momentin e fundit sot jena gjallë. Pra e kuptojmë pra këtë vlerë. Gjithashtu në këtë Aqabe do të më pas parasysh se Kabi Maliku nuk ka qenë një njeri ka qenë mbi mesatarën e sahabeve. E kam fjalën tash, Allahu mos na gjykoft në këto krahasime, po vërtet Kabi Maliku nuk ka qenë një sahabi, ka pas shumë vlera. Ka qenë poet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Hasan ibn Thabiti dhe Kabi Maliku ka qenë dy poetet më të njohur. Edhe pse Hasan ibn Thabiti njihet më shumë, Kabi Maliku gjithashtu ka qenë poet prej ensarëve edhe ka thurë poezi të shumta, po në njëjtin kohë ka qenë prej atyre që në betejën e Uhudit e ka ndru atë veshjen me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam prazmorën, edhe Kurejshitët, mushrikët e Mekës kanë mendu që Kabi është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kanë sulmu, ka marrë 11 plagë.
ka qenë shumë i plagosur në betejën e Uhudit, edhe pra e kanë sulmuar në vend pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu është ballafaqu, edhe ka pas vlera, nuk ka qenë i njëri tjetër. Po këtu ka ra, pra në këtë situatë ka ra edhe ka ndodhur me të ajo që e kemi shpjeguar. Pastaj prej dobive që mund me kuptu nga ngjarja në përgjithësi është edhe përkushtimi i sahabeve në përgjithësi. Për arsye se vërtet udhëtimi ka qenë një fitne, një sprov për betejën, domethënë udhëtimin në Tebuk. Megjithatë, përveç pra dyftyrësave, vetëm 3 kanë dështuar me marr pjesë, që kanë qenë këta 3. A i keni parasysh? E kjo është do thotë vërtet e suksesshme dhe e shohim përkushtimin e sahabeve që me qunë vend kërkesën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, nga ai numër i jashtëzakonshëm, sa kanë qenë, sa kemi thonë kanë qenë, mbi 20.000 në disa transmetime, pra vetëm 3 me dështu është do thotë një përqindje shumë e vogël, që e shohim nivelin e gatishmërisë së sahabeve në përgjithësi me qenë në krahas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në rekomandimet apo kërkesat e tij në përgjithësi. Pastaj pe gjërave që mund ta përmendim këtë është edhe ajo se si në këtë betejën e Tebukut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka marrë sebepet. Pra zakonisht kemi thonë që nuk ka lajmëruar për nisjen edhe ku duhen me shku, ama këtu e ka lajmëruar për çfarë arsye? Për arsye se ka qenë udhtim i gjatë për mi marrë sebepet sahabët. Nuk është nis veç ashtu, po edhe në armatim, edhe në udhtim, edhe në ushqim, edhe në përgatitjen apo lënien e familjes në formë të prerë, që me një fjalë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë atë që i kemi përmendur në çdo situatë, në çdo rrethon, disa herë kemi përmendur edhe në Uhud, edhe në Bedër, edhe në çdo i ka marrë sebepet. Pastaj është mbështet në Zotin e Madhërisëm. Edhe kjo është e rëndësishme me pas parasysh, edhe po them kushtimisht, nëse pej sirës mësojmë shumë pak, kjo do të më konë shumë e rëndësishme në jetën tonë të përditshme, që nuk duhet apo nuk na lejohet neve me thonë hajtë se unë mbështet në Zotin edhe Milan anash sebepet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kemi pa në çdo situatë, në çdo rrethon, në hijret, në çdo sebepet u mundu me i qenë vend, pastaj është mbështet në Allahun e Madhërisëm. Pastaj prej gjërave është edhe ajo kujtesa e mos prolongimit të gjërave, që Milan anash me thonë, se ka kohë, si që ka ndodhë me Kabin, pra kur s'ka thonë që s'marr pjesë, apo? Unë e ku me shku, unë jam i gatë shumë, unë e do të nisë në veç ka vakt, hajtë ditë bëhna gati, hajtë i mëri, do mënë që ajo prolongim i ka po që vërtet mos me dështu në pjesëmarrje në këtë betejë. Prandaj duhet me marrë këtë mësim edhe me qenë prej atyre që nuk ecim krahas që ty në hapav që Milan gjëra do thot me zhagit, po që ki mundësi me e punu sa ma shpejt edhe sa ma mirë. Prej gjërave që është e rëndësishme është në këtë kontekst është edhe çështja e sinqeritetit në vazhdimsi. Qysh e ka përmendur dhe Kabi Maliku edhe ballafaqimet të cilat i ka bë, po vërtet njeri që është i sinqert edhe mbështetet Zotit Madhërisëm, Allahu i Madhërisëm e triumfon me fitore. Prandaj besimtari duhet me marrë mësim prej kësaj ngjarje edhe me mundu me pastru jetën e vet, edhe me qenë shumë i sinqert në veprat edhe punët edhe iniciativat edhe çdo gjë që bën në jetën e tij të përditshme. Çështja tjetër është edhe ajo që e shohim në arsyetimet e munafikave. Në përgjithësi edhe Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famullar thotë balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, që njeri në natyrshmërinë e tij ka prirje me u arsyetu. Domthonë gjithmonë e gjan në arsye, apo edhe pse e sheh që s'është kurkun hiç, po thotë Allahu i Madhërisëm. E din çka është puna e tij, po mundohet me arsyetu. Kjo veti ka qenë shumë e theksuar tek munafikat. Ai ke po në çdo situatë kanë gjetë arsye për ligj, kushtimisht me legjitimu mos pjesëmarrjen ose mos iniciativat e tyre në përgjithësi. Nuk duhet me fitu këtë shprehin jetën tonë të përditshme. Po me qenë i sinqert që tham, edhe mos mundu që me arsyetu veten, ki mundësi me bë vepra të mira, punë të mira, me thonë hajtë se
kështu ajo ka pas, jo kum pas me shku, po që hajte nesër e kum pas, gjithmonë kem dëshirë kështu me arsyetu veten për mos me marr iniciativën për vepra të mira, ose dështimin ose mos pjesëmarrjen pastaj me arsyetu që kemi pas arsye se na përndryshe e këshum vepruar një vepër të mirë, pra mos me marr diçka pe këtij sifati për arsye se ky ka qenë sifat i dyftyrshave në përgjithësi. Edhe prej gjërave që është e rëndësishme është edhe ajo që vërtet njeriu me kon mision dhe synim i tij i parë dhe i fundit me kënaqë Zotin e Madhërisëm. Nëse këta e synon, edhe që kjo është synimi jëtë, atëherë Allah i Madhërisëm dije që fundin ka me të dhanë ty, ka me qenë për ty gëzim. Mundesh me ballafaqu me sprovë, mundesh me ballafaqu me vështirësi, me situata të pakëndshme, po dije që fundi është ti je do thot fitues. Sikurse Ka'b ibn Malik, kur ka dalë para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i ka shku mendja. Pja boj shefin, pe marr një arsyetim, edhe tërhiqën edhe s'bëhet në një sens shumë e madhe. Mirë, po çka e ka ditë që kjo punë nuk është ndërmjet meje edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk është ndërmjet meje edhe kabiles tem, që i kanë thonë edhe kabile i ka thonë çka, pse se ke gjetë në arsye me na bë tash me hitin këtë situatë, e keni parasysh, pra nuk ka marrë me këtë sende. Ka thonë kjo ka të bëjë ndërmjet meje e Zotit tem. Edhe kur o dal para pejgamberit ka thonë nuk kam arsye. Muj me thonë këto ata eloquent ka pas, do thotë ka mujt me fol, poet ka qenë, ka mujt me thurr, po ka thonë s'kam nevojë ça me zgjat, s'kam arsye. Edhe kjo e jep që vërtet kjo situatë pastaj e ka vënë në sprova dhe vështirësi, mirë, po fundi është që Allah i Madhërisëm e ka dekretu edhe faljen e tij që na e lexojmë tash namazet gjatë tërë, pra sot ekzistoi kjo botë. Prandaj edhe që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men iltamasa ridallahi bi saqatin nas. Pra hadithi saktë e transmeton Tirmidhiu edhe shumë koleksionues që kush synon me kënaq Allahun, edhe nëse njerëzit mund mu i hidhru, çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të tillit Allah i Madhërisëm e bën që edhe Allahu me kon i kënaqur, edhe njerëzit pastaj më kënaq me të. A e keni parasysh? Edhe kundërta, kush mundohet mi kënaq njerëzit duke hidhru Allahun, atëherë i tilli ka mendon që ka me hidhru Allahun edhe pastaj edhe njerëzit kanë më hidhru prej tij. Edhe kjo është domthonë faktikisht del në shesh që kjo praktikë edhe ngjarje që ka ndodhur me Ka'b ibn Malikun. Pra, fillimisht e ka synimi i tij ka qenë me kënaqë Allahun e Madhërisëm. Edhe pse njerëzit nuk janë kënaqë ose nga ky veprim kabilja e tij ai tjetri po në fund ka triumfuar. Edhe njerëzit janë ndat kënaqën me të, edhe Allahu i Madhërisëm ka qenë e ka shpërbly për këtë synim të tij. Pra këtu ishin disa shembuj, ka edhe disa shembuj ndoshta që ndërlidhen edhe me aspektet rregullat dispozita të fikut, sikurse sejdja e falënderimit, e shukrit, nuk ka ndonjë, qysh me thon hadith që fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për vlerën e sejdës së shukrit, mirë po është praktik. Një nga praktikat që përmendet në histori islame është kjo që kur njerit i ndodh ndonjë e mirë, që kam përshkruar edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka me njëherë ka bë sejdën e falënderimit. Edhe për këtë sejdë e saktë është që nuk ka nevojë me pas abdes, se mundet me kon, pra nuk është namaz. E saktë është që nuk është edhe kusht kibleja, mirë po më kthy ka kibleja është më mirë po nëse je në një situatë, edhe nëse nuk kthehesh ka kibleja nuk është kusht, për arsye se nuk është namaz, pra çashtu çushje bjen sejdë, pra kur të vjen ai lajm i mirë, në një situatë jenë tokë, jenë në shtëpi, jenë në rrugë, jenë kudo që të jesh, pra e bën sejdën e falënderimit për shkak të atij lajmi të mirë që të ka ardhur prej sunetit, është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe sahabët e kanë praktikuar, edhe faktikisht është një sunet që ndoshta neve shumë rrallë na bjen mend, na bërtasum, entuziazmohem sene, ama me na shku mendja me ra sejdën ndaj Allahut Madhërisëm për atë mirësi edhe për atë lajm të mirë, shumë pak ose hiç nuk na bjen mend. Kjo është e rëndësishme me kon praktik edhe pjesë e jetës tonë. Prej gjërave që përmendet është edhe ajo se vërtet fitoria
vjen në situatën e krizës. A ke pa, qysh ka thonë edhe Allahu i Madhërisht, inna ma'al usri yusra. Pra, kur vjen vështërsia deri në një situatë kur ti vërtet je afër dorëzimit, duhesh me bë sabër. Edhe atëherë, për arsye se ai është momenti i ardhjes së shpërblimit edhe pra daljes nga kriza edhe fitores së Allahut Madhërisht. Pra këto ishin disa nga dobit e kësaj ngjarje. Lutim Allahun e Madhërisht me na bën nga ata që vërtet përfitojnë nga kjo ngjarje në përgjithësi. Pra e keni edhe në librin e Buhariut që faktikisht tash e keni edhe në gjuhën shqipe, mundi me lexu komplet ngjarjen, qysh ja përmend djalit vet krejt këto shpjegime Ka'b ibn Maliku, edhe vetë me meditu, për arsye se është një nga ngjarjet më të jashtëzakonshme, ashtu siç kemi përmend herën e kaluar, inshallah javën e ardhshme vazhdojmë me temën aty ku kemi mbet. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.